Dhe fundit që është bërë temë dite, ka qenë pikërisht ndryshimi i emrave. A e cënon kjo marrëveshjen e Ohrit, sepse është një vendim i marrë në 2007-ën? As pak, pra unë ju lus të hulumtoni ato që akuzojnë. Pse asnjë emër nuk është ndruar në Kërçov, në Zajas. Pra nëse ka ndodhur ndryshime të emrave, ka ndodhur në Shkup, në Çajër, edhe ka ndodhur në Tetov në kohën e Hazbilikës, i cili në komunë e ka sjell vendimin me bad intern në marrëveshje me VMRO, domethënë këshilltarët e VMRO-s atëherë, sepse ata kanë pas interesin për të shfuqizuar dhe emrat nga gjithë emrat nga periudha e komunizmit. Dhe gabimi është te ekzekutivat e BDI-s, të cilët nuk e kanë pa të arsyeshme që ta sjellin pëlqimin në qeveri që ato emrat të jenë legal dhe të dalin edhe tek dokumentacioni, edhe tek ju e keni sheshin Iliria këtu. Kur keni pa plaketat, domethënë që është e komunës ose e qeverisë, domethënë ku në mënyrë zyrtare është pllaka e cila identifikon sheshin si Iliria, që nuk është rast në Shkup. Si ishte e nevojshme në këtë moment, kthimi i këtij diskursi, domethënë këtu kemi të bëjmë me shokun Titën 2026-ën ta sjellin në mes të Tetovës, sikur s'ja patëm gen. Po flas për origjinën e problemit. Po pse pikërisht u bë aktiv në këtë moment? Zgjidhja ka qenë gjysmake dhe gjykatën kushtetuese është instrument i BDI-s, të cilin e përdor kur don. Vetë din që kanë sjell zgjidhjen gjysmake dhe vetë din që e kanë gjykatën kushtetuese që mund ta kurdisin kur t'ju kujtohet tyne. Unë i bëj ftesë, pra, le të vinë, le të shfuqizojnë emrat në Çajër. Edhe aty nuk janë emra pa peshë, domethënë kombëtare. Aty është e ke Ukshin Hotin, e ke Azem Hajdarin, e ke Sheshin Skënderbej, e ke Ndre Mjedën, e ke Fanolin, e ke domethënë periudhën më ndritshme, domethënë emrat më të mëdha të historisë. E ke Adem Demaçin. E ke domethënë ose e ke edhe në shesh, domethënë e ke të gjithë historinë shqiptare, duke filluar pra nga lidhja e Prizrenit deri tek ushtria çlirimtare kombëtare në krye me Adem Jasharin edhe figura tjera më të ndritura. Pra ajo nuk ka qenë zgjidhje gjysmake, ajo ka qenë zgjidhje, domethënë finale, të cilën nuk mund ta problematizon as gjykata kushtetuese e instrumentalizuar nga BDI.